Prano që Yahweh, Zoti yt, për ata që janë në beslidhe, thot, ai është Zoti i tia. E Zot besnik që respekton beslidhjen e tij, ai tregohet i mbarë deri në mbrezën e një mitë ndaj atyre kujt? Prap, ndaj atyre që e duan dhe zbatojnë urdhrimet e tia. Ndaj këtyre grupe personash. Por, ju përgjigjet me njëra atyre që urrejnë. Si urrejnë një person atin Yahweh? Duke çfarë mos mbaj këtyre urdhrimet e tia, ja ku i ke. Duke mos nderuar beslidhjen e tia. Sot ndodh diçka e këtillë në ambientet që dimë? Ndodh. Duan t'ja dinë për urdhrimet e ligjit? Ligji për 37 jemi. Duan t'ja dinë? Jo. Jo, po nuk po e urrej. Po unë e dua, si e do? Duke shkelur ligjin? Unë i besoj atij. Duke shkelur ligjin, unë i besoj shkeljeve të ligjit. Unë i besoj mëkatit. Kështu po ben. Sot njeriu që citon emrin e tia, të birit të tia. Jo normal që ke me mira shërbesa, kisha të vërtetë rreth botës që praktikojnë beslidhjen e tia, urdhrimet e tia, besojnë tek biri i tia. Dy gjëra që kemi nevojë, besimin tek Mesia Yeshua, normal tek ati fillimisht që na dha birin e tia, dhe zbatimin e ligjit. Këto dy gjëra. Dhe ati tregohet i mbarë në brezin e një mitë. Dhe në brezin e një mitë, thotë. Tani, ti, fëmijët tanë, ta zem kush është në këtë rast prind, është brezi parë. Thota, dhe në brezin e një mitë. Është një thënie për të thënë që ati do vazhdoj për mira, në qoftë se ata do bëjnë në përgatitjen e tyre për të zbatuar urdhrimet e tia, që fëmijët e fëmijëve tanë, dhe të zbatojnë urdhrimet e ligjit. Prandaj ju afrohet ati, thot Isakut, babai ten zbatoi urdhrimet e mia, ligjin tim, dhe çfarë thot? Zbatoi vullnetin tim. Ti thot? Më fal, jo ti, por dale. Ja ta hethë lutjen e Abrahamit ndaj birit të tij, hapurazi që e kishte përpara birin e tij. Këto gjëra nuk i kanë. Ja, një moment sa ta gjej, lutjen e tij. Jehova është në kishën tonë, vamut. Por ja po hedh dhe një. Lutjen që Abrahami beri. Ja ku ke. Dhe në vitin e 6 të javës së 7 të këtij jubilei, Abrahami e thiri Isakun, birin e tij, dhe i urdhëroi. Ja që ne mund të urdhërojmë fëmijët tanë. Duhet të ndodhi. Derisa ke autoritet, se pastaj kur fëmia rritet, autoriteti tonë bie. Sa më i vogël tjetë, kemi autoritet më shumë. Sa më shumë ai rritet, ndërgjegja e tij solidifikohet. Masandaj duhet të kesh deri atë kohë, duhet të kesh treguar rrugën, urdhrimet, ligjin e tij që ka ai me që po rritet, mos largohet prej urdhrimeve të tij, për të mos mëkatuar. Abrahami e thiri birin e tij dhe urdhëroi atë, duke thënë, unë po plakem dhe nuk e di ditën e vdekjes time, tha, po jam plot me ditët e mia, thot. Hati mi ka dhënë, thot. Dhe ja, unë jam 175 vjet. Janë këto detaje? Nuk janë këto detaje në Zanafillën. Jemi në libri jubilejve që kanë hequr në shekullin e 2 të farisejtë, masandaj vazhduan protestantët, ungjillorët thonë që nuk janë pjesë, ndërkohë ky është shkrimi që Mesia citon, që Abrahami e pa ditën time dhe u gëzua pikërisht 4-5 kapitull më përpara, thotë që e pa farën e veçuar, që do ta bente masandaj si ai që ka krijuar të gjitha gjërat për ta ringjallur Mesian. Dhe ja, unë jam 175 vjeç dhe gjatë ditës time e kam kujtuar Yahweh dhe kam kërkuar me gjithë zemër të bëj vullnetin e tij. Si? Që të ecë në të gjitha rrugët e tija, në urdhrimet e tija, në statutet, në ligjet e tija, thotë Zanafilla 26:5. Vullnetin, beri vullnetin atë Yahweh. Shpirti im i ka urryer idhujt. Ja që ne duhet i urrejmë idhujt. Dhe unë i kam përçmuar ata që u shërbenin atyre dhe kam dhënë zemrën, frymën time që të
mund të kujdesem të bëj vullnetin e atij që më krijoi. Sepse ai është Zoti i gjallë, ai është i shenjtë dhe besnik, dhe ai është i drejtë për të gjithëve, dhe tek ai nuk pranon anësi njerëzore, nuk pranon dhurata, sepse Zoti Jahwe është i drejtë dhe zbaton gjykimin me të gjithë ata që shkelin urdhrimet e tij dhe përçmojnë në beslidhjen e tij. Ja, urrejtja, që po flisim pak më përpara. Që ati ngrihet kundra atyre që nuk zbatojnë dhe shkelin urdhrimet e tij. Në këtë mënyrë çfarë po bëjnë ata? Këta po përçmojnë në beslidhjen e tij. Dhe i thotë të birit, dhe ti, biri im, Jicakut, biri im, zbato urdhrimet, ordinancat, gjykimet e tij. A nuk e pamë që të gjykojmë drejt? Ne fjalë të urta një. Urtësia për të gjykuar drejt. Si, me anë të urdhrimeve të tija. Ti biri im, zbato urdhrimet, ordinanca, gjykimet e tija, dhe mos ec sipas gjërave të neveritshme, festave pagane, gjithashtu shëmbëltyrave të gëdhendura dhe pas shëmbëltyrave të shkrira. Si i tha, që unë thot, ok, po e marrim që këtuja, që të shfaqen në ekran e plot. Jahwe është i drejtë dhe zbaton gjykimin për të gjithë ata që shkelin urdhrimet dhe përçmojnë beslidhjen e tij. Ti thot, mos e bëj atë gjë thot. Zbatoj thot urdhrimet e atij ligjit. Dhe në këtë mënyrë nuk do ecësh sot, mos ecësh pas gjërave të neveritshme, shëmbëltyrave të gëdhendura, shëmbëltyrave të shkrira. Prandaj kur shikon të shkrirën në kryqin, ja ku e ke të gëdhendurën të shkrirën. Mos ndoshesh atje, për ju që akoma e ke në makina, apo e ke ati në shtëpi, apo e ke varur në... Mos ndoshta është një gjë për ta mbajtur. Mesia nuk është në atë dru, është në të gjatën e atit, i gjallë. Nuk është akoma atje i vdekur. Sepse po të mbash gjërat e vdekura që ndjekin katolik ortodoksë, do jesh i vdekur. Nga ana frymërore, normal që si tha në fillim tha? Në plan prishuri. Biri im tha ishte i vdekur, tha, por u kthye në jetë. Mos ndoshta ishte i vdekur jo. Nuk ishte. Ai ishte gjallë, por ishte i vdekur frymërisht. Dhe kur u kthye tek ati, në këtë rast është një shëmbëtyrë e kthimit të një personi që ishte në praninë e atit, por masandaj u tërhoq nga epshet e tija, masandaj dhe kaloi në një fazë tjetër. Dhe por aman si ndodhi që ai çfarë erdhi në veten e tija në një farë momenti që përjetovi që u shteruan masandaj dhe në ato ditë do shterohen. Kur të vinë shtrëngimi i madh, do shterohen shumë gjëra të kësaj Babilonie që ati do shterojë me gjykimin e tij. Puna është të tij ai e përgatitur, sepse sot një besimtar që citon emrin e Mesias, që unë lutem atë ti jesh pjesë, por nuk je i përgatitur. Nëse je duke praktikuar festa pagane, duke mbajtur kalendarin e Janusit dhe demoni me dy koka dhe pemë dhe komunione të vdekurve masandaj që t'japin katolikët, nuk je i përgatitur për atë që po vjen, nuk po përgatit fëmijët tënd. Që sa jam afruar si në Tiranë, si në Korçë, si në kudo, në Vlorë, lart në Lezhë, në Voskov. Jemi të përgatitur për atë që po vjen. Po si do përgatitet duke shkelur ligjin? Si do mbrohesh? Si do mbrohesh, vëlla, motër shqiptar, bashkëdhetari tim, bashkëdhetare time? Si do mbrohemi në atë ditë? Me çfarë do mbrohemi? Duke shkelur ligjin që po ndodh sot, që ti nuk e pranon, apo je në Amerikë, këtu në Kanada, nga krau tjetër, masandaj. Si do jemi të mbrojtur në atë ditë? Ndërkohë ati po i flet dheut, botës, tokës. Ju të gjithë çfarë? Të përullurit e dheut. Zemra e përullur, çfarë bën? Zbaton ligjin e tij, kështu ti mund të jesh i mbrojtur në ditën e zemërimit. Joeli 2, Isaia 5.
Nuk ka ndodhur dita e zemërimit. Dita e zemërimit do vi kur të fillojë shtrëngimi i madh, që të gjithë që do jenë këtu, mos u gënje me darbin, me shkëputjet, me rëmbime misterioze, të tilla që shkrimi nuk flet për gjëra të tilla. Mateu 24, ja po ecë sepse e citova edhe më përpara, por le ta shikojmë. Mateu 24. Hapurazi. Ja të shikosh ti, thjesht nuk do hymë se do vazhdojmë me mësimin, por do marrim dhe vargjet më së ndaj që shpjegojnë ja një moment. Ndërkohë ne mund të meditojmë në këtë aspekt, në qoftë se sot zemrat janë të përulur apo jo, në qoftë se po zbatojnë ligjin e tij apo jo. Kjo qëndron pyetja. Ligji nuk tha 2-3 gjëra. Dhe gjejmë më së ndaj, apo i tha, ja, 2 gjëra du të bëjmë, ta duam me emocione, edhe ta dua dhe me emocione dhe ta afërmin tim. Po i bëra këto 2 gjëra, unë jam në rregull. Pastaj s'ka gjë, se ja, marr qoshkën, më të ndaj, shkoj në imoralitet, s'ka gjë, unë e dua gjendje me emocione. U marr qoshkën, gjej një dele më së ndaj atje dhe shkojmë në bestialitet, s'ka gjë, unë gjendje unë po e dua me emocione. T'japim bija ndaj shturjes të hynë në magji me gjëra të tilla? Jo, s'ka gjë, unë i bëj ato se unë gjendje dua me emocionet. Po kështu do të bëjmë? Aj. Andaj fjala e vërtetë po predikohet, puna është kush ka vesh të dëgjojë. Sepse ndërgjegja tonë dëshmon për shumë gjëra që ne mund të pendohemi dhe del nga palishmëria që do shumohet në këto orë të fundit, që po vazhdon më tepër. Nëse. Ja do të prekim disa vargje të ardhjes dhe kur vjen, sepse i citova disa gjëra, kështu që do duhet çik fuqizimi tek ne. Menjëherë, ti merr urtësinë, duke qenë se palishmëria, paudhësia do të shumohet, shkeljet e ligjit. Ti do t'jesh pjesë e kësaj profecie? Prandaj sot nuk ke dashuri të vërtetë. Jo emocion. Fitoj me buzë, zemra e tyre është largë. Po ai është i bekuar ai, por mos e dëgjoj atë, se ai është i bekuar. Mos e dëgjoj atë. Se ai është i bekuar. Është i bekuar atë Jahue dhe birit të tij. O ta duash atë e zbaton urdhëmet e ligjit, lere njeriun, lere vëllai në fundit. Sepse po ngulmojmë me ecjen tonë për të shpëtuar, me frikë, me dridhje çdo ditë. Okej. Ndërkohë ja ku është, nuk ka se pa. Ja ku është. As e pash. Ati time është dëshmitar. Por ishte në zemrën time për gjëra që kemi parë më përpara dhe lexojmë. Por ai që do ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. Më fal, ai që do shkeli ligjin e tij deri në fund do të shpëtohet? Ndërkohë ta dha shkeljet e ligjit, kontrastin që po flisnin pak më përpara. A nuk tha? Sa ta dha kontrastin e shkeljeve të ligjit dhe dha më thënë nga ana e kundërt kush e praktikon, sepse nuk mëkaton, nuk e mbajtur ligjin, shpëtohet. Romakëve 2:13. Nuk është i drejtë ai që dëgjon ligjin, po ai që zbaton ligjin dhe do të shfaqsohet në atë ditë, do të shpëtohet, do të ringjallet, do të vishet nga përjetësia. Ndërkohë janë disa veshje apo zhveshje, do t'i shikojmë më vonë. Nga ana frymërore. Lajmi i mirë do predikohet si një dëshmi për të gjitha kombet dhe atëherë do vi mbarimi. Tani thot kur ju thot këtu në Izrael do të shikoni neverinë e shkretimit që është thënë nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë, atëherë ata që janë në Jude, le të ikin ndërmale. Mos merr thot asnjë gjë, mos u kthe mbrapa thot. Ikë thot, sepse çfarë do vi zjarri thot, ku brenda në territorin e Izraelit.
Do vizjari për të tjerëve, do mblidhen kombet, do t'i rrethojnë, por ka një shpëtim. Këta që dalin nga Izraeli fizikisht dhe shkojnë në përmale, po do t'jenë me ata të kampit që kanë në Mesian Jashuan, sepse këtu po u flet atyre që kanë besuar. Mateu 24, ma Pithjahu që ka emrin e tij të vërtet. Janë Izraelitë, Mesia po u flet atyre që kanë besuar tek ai. Ju që kuptoni dhe tani besoni tek mua, sepse goja e tij po flet, sepse një farisej këto vargje nuk i ka, si do ikë ai në përmale? Ata që besuan tek ai, kanë urdhrimet e ligjit, do ikin në male dhe janë me kampin e të drejtëve. Ndërkohë ati thotë që për 3.5 vjetë do t'i mbrojë në përmalet. Do t'i ushqejë. Shka vesh dëgjon, sepse i përket monedës tjetër që ka hyrë në beslidhje gjithashtu. Okej. Mira ato gra shtazane që do japin fëmijëve në ato ditë. Në ato ditë, prandaj vllajti ka vënë ato ditë. Cilat janë ato ditët? Lutuni që ikja juaj, u thot atyre, për t'ikur në përmale, ju që në jude, të mos ndodhi në dimër as në sabat. Sabat? Nuk tha në ditën e parë të javës? Në ditën e diellit? Jo. Përse sabati këtu përmend Mesia si një nga profecitë më të mëdha? Për ikjen thot, a nuk e pan për ikjen këtuja? Përse përmende sabati? Sepse është pjesë e integritetit të atyre që ndjekin Mesian. Sepse atere do të ketë një mundim të madh. Atere do ketë një mundim të madh. Që nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës deri më sot dhe as nuk do të ketë më kurrë 3.5 vjetët e fundit të tokës që do pastrohet, toka do pastrohet me gjykimi, masandaj engjëjt do ta pastrojnë gjithashtu në një mënyrë më të mirë dhe do filloj masandaj restaurimi, rikalibrimi, qelli ri, toka re, restauruar, fjala kainos do thotë restauruar në gjendjen e mëparshme, siç ishte në kopshtin e Edenit para se të binte Adami në mëkat për 7 vjetet e para që ndroi pastër në vendin më të pastër të tokës që ishte kopshti i Edenit, që ati të roqi dhe do zbresi me ti qyteti i ri tani, me gurët e çmuar, me arë, me kristal, me arë, me transparent, me të gjitha banesat që janë që Mesia shkoi të përgatiste. Unë lutem të çojë një ditë në vizion në emër të Jashua, sepse na çovi para disa vitesh. Na tregoi, na dha pllakat qellore që po flasim. Sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur më kurrë, nuk do ketë më nga krijimi i botës, po të mos shkurtoheshin ato ditë, ato ditë. Cilat janë ato ditët? Ditët e mundimit të madh, sepse janë disa ditë që do përjetojë. Dhe asnjë mish nuk do të shpëtonte në qoftë se do të mos shkurtoheshin ato ditë, të kujt? Ta tha, të mundimit të madh. Në të njëjtën, ja ku i ke. Fillon në fillim ato ditët e shtrëngimit të mundimit të madh, janë disa gra shtazane që do përjetojnë disa gjëra, thot, mirë është të mos kenë patur fëmijë, thot, por janë disa që do kenë, thot, në ato ditë e shtrëngimit të madh. Dhe po mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, sepse thot Mesia do vi unë, thot, se ndryshe thot e tërë bota, thot, sepse do shkëputen pasaj kur të vi ai. Rëmbimi, kur të vi ai. Po për shkak të zgjedhurve, kush janë të zgjedhurit? Ata që kanë hyrë në beslidhje. Sepse ata që nuk e kanë pranuar Mesian, nuk do ringjallen, sepse thanë e gjonitetet, cilët bijët janë ata që nuk pranojnë që ai ishte Mesia. Dhe ato ditë do të shkurtohen që ata të zgjedhurit që janë në beslidhje, në urdhrimet e ligjit dhe në Mesian Jashuan që kanë pranuar birin e tij, ata do të shpëtohen dhe ato ditë do të shkurtohen, thot, nuk do të zgjasin më shumë se 3.5 vjet. Tani, ti kuptove që janë disa ditë që është konteksti i kujt i shtrëngimit të madh, që këtu kupton për punën e rrëmbimit, kur do ndodhi. Janë ato ditë e mundimit të madh që bota nuk i ka përjetuar. Okej. Tani, thotë që masandaj
Ja një moment. Vazhdon Mateu, thot, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron në Perëndim. Kështu do të jetë ardhja e birit të njeriut. Do thotë që çfarë? Nuk duhet një gjesh e fshehur, thotë, ti e shikon që masandaj shikon vetëtimën që bum, bie dhe shikon të tërë, thotë. Kështu do më shikojnë të tërë toka kur unë do vi, thotë, me lavdinë që ati më dha, thotë. Do jetë një gjë e hapur, kurse sot thonë që do jetë një rrëmbimi i fshehur, me një kështu misterios. Pam, ndodhi, ku vajti tjetri? Ndërkohë, okay, nëse e lem. Sepse ku do të ketë kerma, aty do të mlidhen shqiponja, thot. Do ta dinë, thot. Tani. Fill mbas pikëllimit të atyre ditëve. Atyre ditëve? Okej, kush ishin ato ditët? Ditët e mundimit të madh, ja ku i ke në blu. Dhe në të verdhë që është për ta dhënë shpjegimin më në detaje. Fill pas. Jo përpara. Jo përpara mundimit të madh. Pas pikëllimit të atyre ditëve të mundimit të madh, dielli do erësohet, hena nuk do të japim dritën e saj, yje do të bien, thot, nga qielli, fuqit do të ndriten, atëre do të duket shenja e birit të njeriut. Çfarë? Do zbres, thot unë, duke ardhur mbi rreth e qiellit me lavdi të madhe. Matej 24. Jo fjalë të uta se shtitëre. 27. E shikon që teoria e Big John Darwin bie poshtë, si që teoritë e Big Bangut ka rënë poshtë. Kjo ishte tjetër. E shikon që thot fill mbas pikëllimit të atyre ditëve të shtrëngimit të madh, unë do vi, thot Mesia. Ja ku është fill pas, nuk tha përpara. Për shumë që mbajnë masandaj teorinë. Ja, ne po ndërkohë, çfarë po praktikon ti? Si do shkëputesh ti, si do rrumbesh, çfarë po praktikon në jetën tënde? Si pretendojmë masandaj të themi që ne jemi kisha dispensimi masandaj ndarja. Ja, ne jemi thonë ata, ne protestantë me pak fjalë ungjillore, ne jemi kisha tani neve nuk do ta dim për festat e atit. Ja ku kemi këto festat pagane të Papa Gregorit, ja ku kemi të tërë këto idhujt dhe masandaj neve gjendë do rrëmbehemi. Do rrëmbehesh, ajo nuk bie në dyshim. Por puna nga çfarë do rrëmbehesh? Sepse dhe fortuna rrëmben. Një do rrëmbehet, njëri do lihet. Një do rrëmbehet nga gjykimi, tjetri do lihet, do qëndrojë. Është i gjallë. I gjallë për jetë, sepse masandaj do shkëputet. Për ata që do ta shikojnë, që masandaj thotë vetë Thesalonikasve që janë disa që do ta shikojnë ardhin e tij që janë gjallë akoma. Kush e shikon që janë gjallë? Ne që do mbetemi gjallë, tha apostulli. Ne që do kemi mbetur gjallë. Ne, e thoshte për kishën në Thesalonik, në këtë veçi, ishin të kishës së vërtetë që praktikonin urdhëmet e ligjit. Atyre ditëve, e kuptove punën e atyre ditëve që shikojnë pak më përpara, por sot çfarë ndodh? Ndodh me të marrë 2-3 vargje masandaj që i keq interpretojnë, ndërkohë buçet Mesia Jashua në zërin e tij thotë, që do ndodhi fill pas pikëllimit të atyre ditëve, të atyre ditëve të kujt? Ja ku ke atyre ditëve hapur azi. Të mundimit të madh. Kur do vi Mesia? Mas mundimit të madh. Nuk vjen më përpara. Më fal, vëlla mote, për ne që jemi këtu. Le ta arsyetojmë pak. Po ndoshta dhe dikush e dëgjon. Sipas dikujt, po të vi përpara shtrëngimit të madh Mesia atëre. Atëre, po Antikrishti, që do manifestohet pas në ato 3.5 vjetët. Se po t'jetë përpara, do me thënë para mundimit të madh, shtrëngimi i madh, atëre, do vi Mesia, masandaj Antikrishti do t'i bëj 3.5 vjetë, po Mesia masandaj nga eshte, apo është në i farmali ande, edhe do kalojnë të 3.5 vjetët edhe gjende, pastaj, mbaroj ora, mbaroj koha tani do vi unë të gjykoj tyne. Ja, isha këtu në malin mbrapa, ishe në malin mbrapa,
Apo jo? Në marrin mbrapa? Apo ishte duke ardhur që do ta shikojnë të tërë? Se ka njerëz sot që mendojnë që ai është diku po mbretëron tani diku në veri. Ka plot manipulime vllamote për ne që jemi këtu ja, por dhe ka plot njerëz që thonin që 1000 vjeçari ka filluar, ai është në Antarktikë, në një mal fshehur ande, ai ka ardhur por vetëm disa e dinë. Edhe ai po mbretëron tani dhe ja Satani ka të kohën e shkurtër tani, që po është lëshuar për një kohë të shkurtër. Sa manipulime ka sot e kësaj dite. Dëgjon, këto janë teoritë që kanë, masandaj marrin disa mapa, disa manipulime që kanë ndodhur më përpara. Ja, shikon, këtu ndodhet tash Mesia, është atje ai. Ti nuk e di. Paria është atje, ai po mbretëron tani. Ndërkohë, kemi paqe, sepse do mbretëroj për 1000 vjet ku Satani do lidhet. Kemi paqe tani? Shikojnë çik paqen, mo atje në vendet arabe një. Shikojnë çik paqen. Shikoj paqen në Nigeri apo në Afrikë. Shikoj çfarë, ke paqe? Ndërkohë kemi 1000 vjeçarin besëtitjen e paqes ku Mesia do jetë këtu në tokë. Edhe ardhja e tij nuk do jetë një gjë e fshehur. Por siç ti shikon thot vetëtimën që plakëron nga lindja në Perëndim thot. Kështu do më shikoni dhe ardhjen time. Ndërkohë thonë që ardhi po ajo erdhi në mënyrë misterioze. Prandaj ke rrëmbimet masandaj misterioze të fshehura. Shpresoj të ketë punuar në zemrën tënde. Sepse kur u bë mësimi masandaj dhe për ty vlla në Korçë. U bë sepse ti mendon si të tjerët do jetë mbas. Më fal, do jetë para mundimit të shtrëngimit të madh, siç mendojnë të tjerë. Dhe është ajo gjithmonë ajo teoria e Darbit, që ata e morën nga personat e tjerë që ishin përpara tij, para 1600-s ndodhi. Reformimet, ja ku dolën reformimet me çdo lloj teorie që nuk kanë mbështetje të shkrimit. Okej, ishte për të thënë çfarë Zoti Jahwe ka folur nëpërmjet birit të tij, por vazhdojmë. Mua më duke se u kam filluar vllamotë, nuk e di për juve, por nëse vajtë ora 1:30, kemi filluar që në orën 9. Lavdije me të tia. Okej. Ishim në ligji për të 7. Okej. Ata që zbatojnë urdhrimet e tia, ati Jahwe tregohet i mbarë dhe bekon, sepse po respektojnë beslidhjen e tia. Por i përgjigjet me njëra atyre që urejnë, duke i zhdukur dhe duke i zhdukur, shiko vllamote. Sepse kanë patur kohën e tyre për t'u penduar, por nuk ndodhi. Por ku do ndodhi? Ja, okej, masandaj, ja një person jetovi 80, 90, ja 120. Apo ja, shikoj, nuk u zhduk. Vërtet, po liçeni zjarrit. Çfarë mund të përfitojë njeriu që mund të marrë çdo gjë nga kjo Babiloni dhe në fund të mbasi shpirtin e vet. Ndërkohë shpirti përbën mendjen, vullnetin, emocione që neve ja dorëzojmë në sundim të Atit Jahwe. Duke mbajtur urdhrimet e tia. Dhe kur nuk mban urdhrimet e tia, është një grup personave që nuk do t'ia di për Atin, sepse para Gjonit 5:3 thot dashuria e vërtetë që ne e duam Atin, e zbatojmë urdhrimet e tia. Urdhrimet e tia, masandaj, nuk e kuptoj bre, që nga dhjata e vjetër, besëtitja e parë e quhet, por nëse ke urdhrimet e tia, ti shikon në të nënvizuar këtuja. Urdhrimet e tia. Pastaj Gjoni thot urdhrimet e tia. Jo, Gjoni nuk thoshte me urdhrimet e tia, po janë disa urdhrime që neve I caktojmë tani cilat janë. Fillon e kategorizon karakterin e Atit në mënyrë që Ati pas mëshirë. Po prejtaj, të gjithë të kthejnë në pendim. Kush do ta bëjë? Do gëzojë jetën e përjetshme, do ecë në rrugët urdhrimet e tia. Ati përgjigjet me njëra atyre që e urrejnë, dhe kur nuk zbaton urdhrimet e tia, e urren. Kur nuk zbaton ligjin e tia, e urren. Prandaj, shiko ti ke kontrastin, zbato, respekto urdhrimet, statutet që janë festat e tia, Levitiku 23, Eksodi 12, Pashka e tij e vërtet, dekretet e tia që po të jap duke zbatuar në praktikë. Kështu thot,
Në rast se ju do keni parasysh këto ligje, i respektoni, zbatoni në praktikë, Yahweh, Zoti juaj, do të mbajë beslidhje me ju, dashamirësinë me ju, të cilën ju është betuar etërve tuaj. Ai do të dojë, përse se zbaton ligjin e tij. Do të bekojë, zbaton ligjin e tij. Do të shumëzojë, përse se zbaton urdhrimet e ligjit të tij. Do të bekojë frutin e gjirit tënd, frutin e tokës sate, grurin tënd, mushtin, vajin tënd, pjellin e lopëve, të deleve, baktin tënde, që në këtë rast premtime që u betua të jap etërve të tu. Ti do të jesh i bekuar në të gjithë popujt. Nuk ka rëndësi vendi. Ti nuk do të kesh midis teje as një burrë, as një grua, në këtë rast të shtepër. Ka fjalën që nuk do bëjnë fëmijë, thot, jo, thot, nuk do ndodhi sepse zbaton urdhrimet e ligjit tim. As midis baktisë tënde, thot, do të jesh i frutshëm në çdo anë. Yahweh do të largojë nga ty çfarë do lloj sëmundje. Si do ta bëjë? Me fuqinë e tij. Përse? Përse? Në rast se zbaton urdhrimet e ligjit të tij, i respekton dhe i zbaton në praktikë, atëherë çdo gjë që ti mund të vuash largohet. Ke shërim, thot, për nervat e tua, mendja, shërohet. Dhe gjithashtu do marrë shërim për kockat e tua, trupi fizik. A është Bibla kjo? Unë mendoj se po, vlla motër. Nuk e di, a mendoni juve? Po jo, po këtu janë hequr. janë hequr, po normal që janë hequr, nga Satani janë hequr. Nuk janë men. Dovete ti citoj unë çik, ç'a bënte mos anë tjetra. Po po lexonja ligjin e përtrirë dhe e deklarova. E deklarove? Si e deklarove? Me buzën? Praktika e shkelja mos andaj. Ti e deklaron. E di pse deklarohet sot vlla motër, ti e di. Sepse unë dua të jemi i bekuar. Kaq. Deklaroje. Shpallin çik, shpalle. Mere. Është shkruar që lavoj unë po e shpall. Po shpallja në sjelljen tonë, në ecjen tonë, të përditshme. Besimi i plotë në zemrën tënde ndaj tij dhe duke zbatuar urdhrimet e tij, të ligjit të tij, kështu ti mund të çfarë? Të marrësh dashurinë për jatit. Ai thot do të dojë. Do të bekojë, të shumëzojë dhe çdo bekim që zbret. Dhe bekimin që mund të çlirojë dhe ka shumë njerëz që po vuajnë sot nga sëmundjet. Përse? Sepse shkelit ligjit vinë sëmundjet. Ligji për 28 ka disa mallkime, mbasi e zhden bekimet në fillim. Masandaj janë gati 40 vargje, thot, në rast se nuk zbaton urdhrimet e ligjit, këto mallkime do vinë mbi ty. Dhe masandaj ati. Shikon Levitiku 26, është botëror. Povit që ndodhi me të tëra gjërat, shikon atje, janë nga mallkimi i tretë. Që shikon, thot, masandaj që qytetet do t'jenë të shkretuara. Nuk ndodhen qytetet të shkretuara kur Covid erdhi? Dilte njëri jashtë? Ishin të shkretuara. Po njerëzit nuk e kuptojnë, ligji i tij është profetik dhe shikon Levitiku 26 që manifestohet nga ana profetike hapur azi. Lejnë individet personalisht, por masandaj qytete, fshatra, në përkombe. Derisa masandaj do manifestohet në mundimin e madh që pamë, në mënyrë intensive. Po duke zbatuar urdhrimet e ligjit, nuk do të dërgojmë mbi ty asnjë gjë të keqe. E shikon vlla motër, ku neve vuajmë për diçka. Vuajmë sepse ka ardhur, sepse në një vend apo një tjetër neve kemi shkelur ligjin e tij. Dhe ti merr masandaj përgjegjësinë, thon dalo atim, fillon kërkon, lutesh. Ku e kam shkelur ligjin tënd? Më sill bindjen. Dhe ati më së silli, ja ku fole këtu, ja ku e mendove atje, ja ku e shkele këtu. Ti pendohesh dhe merr shërimin. Është mirë, pendimi është një nga bekimet që ati në ka dhënë. Sabatin e mjeshtëron, festat biblike fillon i mjeshtëron, i mëson, merr kalendarin biblik. Unë e kam, por duan audiencat tonë kombëtare, do të marri për jatit. Kohët e caktuara, vullnetin e tij, si që është në qelë që të bëhet në tokë, në jetën tonë.
Por këto çfarë? Lloj sëmundje dhe të keqe, ku do t'i dikon të ati? Gjitha ta urejnë se të ligjë dhe të praktikë. Do të du qërta? Nuk me ati tim do t'ju duan dhe tim dhe do t'arkojmë me ju. A shkët? Nërkohë tjetë për godin, nuk kuptojnë për nuk ato ligjën, ato ligjën. Ke të më zi, bajur ati do bekoj për unë. Okej, shpresoj të gjënë. Ja kuptu shmërin të njështë. Përse të gjënë. Apostulli në para Korintë 6. Çdo jam lejo. Po më lejohet thot, okay, por për çfarë? Po jo gjithçka është e dobishme për neve thot. Çdo gjë ka fjalën është një ana figurative, është një punë shëmbulltyre që është një mënyrë hebraike për të folur. Ishte hebrej ai. Nga fisi i Benjaminit. Çdo gjë më lejohet. E ka fjalën që unë kam potencialin të jem në për kufin të e urdhimeve të ligjit. Ato më lejohet i bëj. Por jo gjithçka është e dobishme. Por unë nuk i nënshtrohem as njerëz tot. Për çfarë? Ka fjalën që do flasi për çfarë? Gjellët janë për barkun, por barku është për gjellën thot. Por Elohim do të shkatërrojë dhe këtë dhe atë thot. E cilën? Ka fjalën. Trupi nuk është për kurbëri thot, por për Zotin. Dhe Zoti për trupin. Romakëve 12. Ta paraqesim trupin tonë si një flitë të gjallë që është e pëlqyer përpara Atit, për të kuptuar cili është i miri, i drejti, i përsosur, i vullneti i Atit Jahwe. Tani, vëlla motër, a e pa vullnetin e tia? E pa, nuk është vullneti i tia? Duke shkelur urdhrimet e ligjit? Ndotemi, jesh mëkati. Prandaj trupi tonë ka rëndësi, sepse trupi mund të ndotet masandaj edhe me gjëra që hynë nga jashtë, me shikimin, me dëgjimin, masandaj normal që goja flet, po goja flet sepse ishte brenda në zemër. Ose manipulohemi, se cili për nesh është në betejën e mishit, por flas që mund të flasësh diçka që ishte jashtë kufinjve të shkrimit, por ti nëse po flet Biblën, një tjetër ta marrë, shiko ti po më përgjigjesh mua, po të përgjigjem në mënyrën që Bibla thotë, sepse janë disa gjëra që qortohen dhe hapurazi, që të vish në besimin e shëndoshë, thot Timotios. Okej. Flasim për ata që janë duke na dëgjuar ndoshta. Trupi nuk është për kuvëri. Shikoj, ja, e përmenda vllai, e përmendi pak më përpara punë e plazhit. Që sot njerëzit janë besimtarë thonë, ja, unë besoj dhe shkojnë. Ka shkojtur për vite me radhë. Nuk po flas për njerin që arriti ta kuptovi apo për njerin dhe dale thot, nuk janë këto vende që unë të vetë të zhvishem. Atje për çfarë? Do jetë ajo afër, shazdomi e ke 1 metër afër, masandaj ajo tjetra do kthehet në një mënyrë, do ulet në një mënyrë, ti atje me syzet vene, flas për ata që janë, sepse kur vetë atje normal që pastaj vjen syzet që dalet të mos më shikojë nga vend sytet e mi dhe një të venu në apo jo. Vlla motër, të tjerët kemi, unë të paktën kam qenë fajtor për dekadën që ka kaluar, por kam 10 vjet që nuk shkojnë ato vende. Por të gjëra janë përpara, bën mishi manipulimet tona, apo jo. Por nuk shkojnë në ato vende se ndot trupin tënd. Nuk është pjesë se ti veçohesh për atin Jahwe që të marrësh çfarë bekime, dëshirime, sepse masandaj gjërat vinë, ja, po ja, më erdhi ky gripi, po ky gripi. Kush e lejovi gripin në atë parë të vinte në çadrën tënde?
e sa gjëra të tjera, por që flasim, por okej, tani Elohim siç e ringjalli Zotin në këtë rast Zotin Mesian Jeshuan, kështu do të na ringjalli dhe ne thot me fuqinë e tij. Por foli për pendimin, këtu kishin disa gjëra që do të punonte ta them një grup personash. Dhe thot, masandaj tani thot siç e ringjalli Zotin Mesian Jeshuan, thot na ringjalli dhe ne me fuqinë e tij. A nuk e dini ju se trupat tua janë gjymtyrë të Mesias? Trupat thot. Nuk e dim hapur as masandaj që në 2 Korintasve 6 flet për veçimin. Nuk bashkohet një besimtar në Mesian Jeshuan duke ecur në urdhrimet e ligjit, nuk bashkohet me balin, me festa, me shoqërinë, me paganët. Nuk bashkohet ai person. Në qoftë se është realisht me atin, po u bashkua, po që një gjë e vazhdueshme, do thotë që nuk është me. Ndërkohë nuk ke një dallim, thot ata që shikojnë brenda që quajnë veten të krishterë me botën, nuk ka një dallim. Mos ndoshta janë beslidhje, mos ndoshta janë penduar, jo. Duhet pagëzimi në ujë që të ai person të pagëzohet duke marrë njohurinë që mëkati është shkelje e ligjit, sepse mëkati mos andaj nxirret në pa me anë të ligjit, Romakëve 3:20, Romakëve 7:7. Dhe ai mos andaj fillon dalet çfarë është ky ligji para se të thot ka njerëz që mund të thonë para se unë të pendohem, çfarë është ky ligji? Dhe i shpjegon masandaj që janë festat e atit, ngrënia e pastër, këto gjëra që janë të nevojshme, që do t'i bësh vepra të 15, thotë. Mos shko në idhujtari, mos mbaj festat pagane që kam sot masandaj protestantët, mos i mbaj ato. Mos ha gjak, mos pi gjak, thotë gjërat e mbytura. Mos shko në masandaj moralitet me atë gjë që ke, që në këtë rast që është aktive, në qoftë se ka diçka aktive, do ta presësh, gjëna masandaj do kundërshtohet prej teje në lutje, në miqësi, duke mbajtur ti zemrën tënde në urdhrimet të atit, duke zbatuar, ato gjëra masandaj adresohen gjatë kohës për fuqizimin tënd, por ka gjëra që për shembull nëse diçka është aktive, ti do ta presësh. Pastaj çdo gjë tjetër do ta mësosh në ditën e sabatit, tha vetë Jakobi. Çdo ditë thotë, në çdo ditë sabati do të mësosh urdhrimet e tjera, sepse Moshe është i predikuar thotë çdo sabat thotë. Mbledhja e veçuar. Dita e 7 që është, nuk do të përmendim emrat pagan që janë të demonëve të ditës së javës. Ti nuk do t'i zesh në gojën tënde. Lere që tjerë të thonë, unë jam po flisja me punën time çfarë. Dhe ajo tha, po filan ditë kush ishte në turn? Ky. Po filan ditë, po në këtë filan ditë dhe muaj, ajo e citonte, a thosha, për ke fjalën, jo për këtë, ajo fillonte, okay, ajo do ta thotë, unë ta the? Jo. Jo, o thosha në datën 20, okay, në datën kaq, o thosha datën, ajo thoshte muajt dhe më andaj vazhdonte. Edhe thoshte ditët ajo, e lavdimit të tij. Okay. A nuk e dini? M'fal, thotë, okay. Gjymtyrët tonë, thotë, nuk duhet jenë gjymtyre që bashkohen, thotë, të një prostitute, thotë. Të marrë, thotë, unë gjymtyrët e Mesias dhe t'i bëj gjymtyrë të një prostitute, thotë? Jo, kështu mos qoftë. A nuk e dini se ai që bashkohet me një prostitute bëhet një trup me të? Ndërkohë, martesa biblike është duke marrë njohurinë çfarë është mëkati, beson tek Mesia Jeshua, se nuk mund të shpëtosh veten tënde, nuk mund të hysh në beslidhje në shpëtimin tënd me anë të veprave të ligjit. Është më së qartë, tër konteksti ishte ata sa hyshte, nuk hyn në beslidhje me anë të veprave të ligjit. Ti pendohesh nga shkeljet e ligjit, beson tek Mesia Jeshua, pastaj pret partneren që do ketë të njëjtën harmoni, të njëjtën identitet. Po jo nuk do marrësh ti një person që do bashkohesh me festat pagane. Po ja, ajo është e bukur, ajo fillon të jo satani ajo kishte, ajo më foli në këtë mënyrë, ajo më bëri këtë, ai më soll në këtë mënyrë, ai po jo. Ti nuk bashkohesh sepse po bashkohesh masandaj me balin, me festat pagane, po njollos trupin tënd. Hyn në bestidhje masandaj dhe nuk është gjë e mirë. Me vedije. Pret që ti do vi dhe ti ke besimin, mos harro besimin. Mos shiko, masandaj situatën apo presionin që mund të bëhet nga të tjerët apo gjëra të tilla. Nuk ka rëndësi. Ka rëndësi çfarë qelli thotë, që kur të vi ai apo ajo, masandaj
ti do fuqizohesh në beslidhjen e vërtetë, të do shkosh në altar i Atit, të dy zbatoni ligjin, të dy keni të njëjtën frymë, të njëjtën Mesia që nuk anullovi ligjin, lavdjemrit të tia hyn në beslidhje, ajo familje bekohet, lartësohet. A nuk e tha pak më përpara? Sepse thuhet që të dy do të jenë të dy, thotë Ati Jahwe, një mish i vetëm. Thotë Jahwe, tani, thotë Jahwe për ata që ai i njeh që zbatojnë urdhrimet e tij, buçiti Ati pak më përpara. A nuk buçiti për punën e mos goditjes dhe rrëzimit apo urrejtjes që i godet ata që nuk zbatojnë urdhrimet e tij dhe nuk vonon? Tani, besoj se logjika flet tonë, që nuk bashkohesh në zgjedhje me njerin që nuk do ta di urdhrimet e ligjit. Po unë dua Mesia në ai urin gjallë, po të tërë, dhe demonët besojnë që Mesia urin gjallë. E dinin ata, ti e biri, tha, i Elohim, tha, që ke ardhur, thot, për na gjykuar përpara kohës, ata e dinin kush jo, ti e biri, tha, i Zotit Jahwe, tha, e dinin ata. Edhe Mesia e thoshte, hesht, dil për ti, apo për saj. E dinin ata. E di Satani sot e kësaj dite që Mesia urin gjallë, nuk e di Satani? Ai e goditi, masandaj, realizovi që ky person që unë godita, urin gjallë dhe më shtypi kokën? Okej, mirë, më shtyp, po tani unë do shtyp të tjerë, thot. Okej, le të shtyp unë derisa ai të vije. Atë bën ai. Dhe bën me anë të goditjeve që masandaj merr një person për të mos zbatuar ligjin, urdhrimet e tij. Të Jahwe. Okej. Por ai që bashkohet me Zotin, në këtë rast Mesian, hyn në beslidhje, normal ka shkuar tek Ati nëpërmjet birit të tij, është në një frymë me të. Tani kur vjen të cënon vëlla motër, ti duhet të ngrihesh me autoritetin e emrit të Jashuas. Duhet të zemërohesh pak. Duhet të shkatësohemi pak. Prandaj shikon vllajin që masandaj kur lutem në një farë mënyre, jo sepse neve kemi për të dukur, Ati Jahwe di zemrën time. Por unë nuk mund të lutem qetësisht sepse ai nuk është Satani nuk është i qetë me mua. Apo jo, me ty apo me është i qetë ai? Është i ëmbël? Jo, ti do të jesh i ëmbël me të? Ngriu në emër të Jashuas. Deklaroj kujt je. Si tha Abrahami, a nuk e tha, ja të edhin pak? A të vargun, le të edhin pak. Abrahami beri lutjen e tij dhe neve bëjmë atë lutje, apo jo? Si tha, kujt ja kishte dhënë sundimin Abrahami? Sepse tha, ta kam dhënë ty, tha, apo jo? Sundimin. E u lut ai. Okej, ja ta shikojnë dhe vëllezërit dhe motrat online, shqiptarë, të rast. Ndoshta ka dikush që shikon dhe në gjuhë tjetër, se e përkthen Facebooku ndoshta dhe YouTube-i, varet. Okej, Abrahami u lut. Okej. Abrahami u lut. Atë natë, Abrahami u lut dhe tha, Zoti im i lartë, ti je, Zoti im, Elohim im, dhe ty, shiko, dhe ty dhe sundimin tënd kam zgjedhur. Këtë thënie ti mund ta bësh çdo ditë. E di pse? Sepse tregon identitetin tënd, këtë ti ke zgjedhur. Tani sundimin e Atit që ai të sundojë dhe ti çfarë? Do zbatosh urdhrimet e ligjit, po, dhe Ati do sundojë mbi ty dhe unë lutem që Ati të sundojë mbi ty në emër të Jashuas. Lutem Ati që na manipuloj Ati jetën tonë në emër të Jashuas dhe jo i ligu. Unë lutem me gjithë zemër, sepse kur Ati manipulon jetën tonë e bën për të mirën tonë. Na ngren, na lartëson sepse është Ati i mirë. Kur neve masandaj do thotë që drejtohemi, masandaj sundon Ati, manipulon jetën tonë, zemrën tonë, mendjen tonë dhe jemi të sunduar prej Tij. E dimë kush është. Po jo nga krau tjetër. Sepse nga krau tjetër masandaj ka çfarë? Ka frymëra thotë që kanë sundim të keq mbi mendimet dhe zemrat e njerëzve thotë. Më çliroj tha.
Mos lejo që këto frymra të më largojnë nga ty, Zoti im, i tha. Edhe masandaj vjen akoma më fuqishëm. Si thotë, më forco. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Mësimi yt është një llambë për këmbët e mia ditë.